Kur dëgjon Plaren Drecën duke folur me aq siguri për zarfin e pahapur të provave digjitale, problemi nuk është se po sjell një interpretim ndryshe. Problemi është që nuk po tregon as njohurinë minimale mbi kodin e procedurës penale. Këtu nuk kemi debat juridik, kemi mungesë kuptimi bazik mbi rolin e gjyqtarit të seancës paraprake. Sepse për ta thënë troç, ai gjyqtar nuk është aty për të hapur hard diskje, USB apo CD sikur të ishte teknik IT. Ai nuk bën analizë përmbajtje të provave. Ai verifikon mjaftueshmërinë e tyre përmes akteve procedurale, si procesverbalet e kqyrjes në rastin konkret. Kjo është ABC-ja, nuk është interpretim, nuk është filozofi, nuk është debat, por është rregull elementar. Kur dikush që prezantohet si avokat e paraqet këtë si problem madhor, pse nuk u hap zarfi? Në thelb po tregon që nuk e kupton fare se si funksionon faza paraprake. Është si të ankohesh që arbitri nuk po shënon gola, pa e kuptuar që roli i tij nuk është të luaj, por të gjykojë lojën. Dhe pastaj vjen pjesa tjetër, ajo më e lehta, spektakli, sepse kur nuk e njeh procedurën, spektakli bëhet shumë i thjeshtë. Mjafton të marrësh një element teknik, ta dramatizosh dhe ta shesësh si skandal. Sa më i madh konfuzioni, aq më e fortë duket deklarata. Në këtë kuptim, mungesa e dijes nuk është pengesë, është avantazh për shohun. Ironia bëhet edhe më e fortë kur këto leksione vijnë nga dikush që vetë është i pandehur në SPAK. Pra, kemi një situatë ku një person që duhet të ketë interes jetik të kuptojë rregullat, del dhe i ngatron ato në nivel fillestar. Nuk është thjesht lapsus, është një moskuptim i hapur, dhe sigurisht kjo linjë gjen e honte Mero Baze dhe Carlo Bolino, të cilët bashk krijojnë një atmosferë sikur sapo kanë bërë një zbulim epokal. Zarfi nuk u hap. Një triumf i madh për çdo që nuk e njeh procedurën. Për të tjerët është thjesht momenti kur kupton se po festohet diçka që në fakt është normale dhe e parashikuar nga ligji. Ndërkohë, realiteti është i thjeshtë dhe pa dram. Provat digjitale hapen dhe shqyrtohen në gjykimin e themelit, kur palët e kërkojnë dhe kur ka debat konkret mbi to. Kjo është mënyra si funksionon sistemi. Çdo gjë tjetër është ose ignorancë totale procedurale, ose përpjekje për ta kthyer një procedurë teknike në spektakël. Në fund, nuk ka shumë vend për dilemë. Kur gabimi është kaq bazik, ti nuk po sheh një interpretim alternativ të rregullave të kodit, por po sheh dikë që nuk e di për çfarë po flet. Dhe kur nuk e di për çfarë po flet, spektakli pastaj vjen vet. Përfundimet e rastit. Erjon Veliaj, për të mirën tënde, ktheu tek avokatët që kishe, do të minimizoje sadopak dëmin që po vjen.